sot do të ishte kanë plot kyshesh me njerëz. Por gjithë se cili ka një familjar në punë dikun, ka një familjar të lidhur dikun me këtë shtet hajdut, me këtë shtet korruptum. Për këtë arsye, ata nuk dalin këtu, nuk kanë qef për me u pa fytyra si u shifet sharri, edhe ja hegun edhe bukën e gojës. Atë ka shatë sot, e cila është jashtëzakonisht e vështirë për gjithë se cilin për nesh. Për këtë arsye, janë censuru, janë dhënë paralajmërime për mos me dalë në protestë. Faktikisht, kjo për gjithë se cilit për nesh. Gjithë se cili për nesh e kinë, se kjo qeveri është qeveria ma e korruptume që ka kanë në vendin tonë të 35 vite. Është qeveria e 1.001 problemeve, 1.001 korrupsioneve që janë ba, të cilat kanë dalë haptas, fatkeqësisht, jo nga gjyqtori shqiptar, po nga letër porosit e shteteve europiane. Ata banë gjithë shka për me gjavë në dritë korrupsionin e qeverisë shqiptarëve. Tu fillu qyshte ministrat matë parë shtetësis e tu maru deri dhe Belinda Balluku, e cila mori me 100 miliona euro të shqiptarëve. Na e ratë vjallun.